Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslimin kathira. Allahun e madhur e falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin me Muhammedin alayhi salatu wassalam, bi familjen e tij, shokët dhe gjithë që vdekin në rrugën e tyre deri në fund të kësaj bote. Të ndërruzën në kuadrë të leximit të haditheve dhe komentit nga libri Riyadus Salihin, kemi arritur te kapitulli i vërtetësisë, kapitulli i sidhut. Në takimin e kaluar kemi përmendur ajetet që autori ka përmendur në hyrje të kapitullit dhe çfarë kuptimi ka edhe nga aspekti gjuhësor, po edhe nga aspekti fetar, terminologjik, vërtetësia. Nëse besimtari duhet jetë i pajisur me këtë virtyt, me këtë adhurim të rëndësishëm dhe vendimtar të domosdoshëm. Domethënë me qenë njëri i vërtet në deklarimet e tij, mos me pas kurfar tendencë të gënjeshtërës apo mashtrimit. Kur thot la ilaha illallah, e thot me vërtetësi të plot. Kur thot Muhammed Rasulullah, e thot me vërtetësi të plot. Edhe kur thot se e kërkon xhenetin, e thot me vërtetësi të plot. Edhe kur e shpreh frikën nga xhenemi, e shpreh me vërtetësi të plot, e kështu me radhë. Dhe kemi thënë se vërtetësia prek tërqenien e njeriut, duke filluar nga zemra e tij, pastaj duke shprehur përmes gjuhës së tij, ku besimtari flet vetëm të vërtetën, nuk gënjen, dhe duke e manifestuar pastaj përmes gjymtyrëve të tij. Autori ka përmend pas ajeteve dhe asojëre që kemi cek, hadithin e parë për këtë kapitull që e transmeton Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu ta'ala anhu, i cili thot se ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-janna wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa. Kjo është pjesa e parë e hadithit, pastaj vjen pjesa e dytë. Muhammed alayhi salatu wasallam ka thënë në këtë hadith, inna as-sidqa yahdi ila al-birr. Vërtetësia shpije në birr. Çka është birri? Birri të dhëzën në gjuhën arabe, ka ardhur në ajete kuranore, nënkupton, do të thonë punë të mira. Jo një punë të mirë, shumë punë të mira. Çdo punë e mirë quhet birr. Çdo zbatim i obligimit quhet birr. Çdo, do të thonë, vepër e pëlqyer e pranuar tek Allahu quhet birr. Andaj thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, domthon sidku, kjo vërtetësia që flas për të shpihen në punë të mira. Ose ti e flet vërtetën, sa i vërtet, kjo ka me të shpi gjithmonë në punë të mira. Dhe pastaj vjen hadithi, wa innal birra yahdi ila al-janna. Edhe domthon punë të mira ku çojnë xhenet. A shikoni këtë rrugtim nga vërtetësia, pastaj ka punë të mira dhe pastaj përfundimi në xhenet. Wa inna ar-rajula la yasduq. Njeriu në vazhdimsi do flet vërtetën, on gjithmonë flet vërtetën derisa yuktaba 'inda Allahi siddiqa. Derisa tek Allahu shënohet dhe regjistrohet si njeri i vërtet. Do me vërtetësi tashmë, jo vetëm si cilësi, po dhe si emër i tij. Çka nuk kupton kjo hadith në rrezë? Kjo hadith fillimisht na mëson për vlerën e vërtetësisë, e para. E dyta, na mëson se punët e mira shpihen në punë të mira. Puna e mirë lidhet njëra me tjetrën. Njëri kur bën punë të mirë, kjo punë ku e shpije tek një punë e mirë. Çështu në zinxhirore. Sa ti bën një punë të mirë, ta hap Allahu mundësinë të bëhet një punë tjetër të mirë. Ma nga një punë e mirë dalin shpeshherë disa punë tjera të mira. Për shembull të ndërozë, nëse njëri e flet një fjalë të mirë për me pajtu mes njerëzve, sa punë të mira këtu dalin? Shumë punë të mira. Nga një fjalë e mirë dalin shumë punë të mira. Pajtojnë njerëz mes veti, largohet konflikti,
apo shtohet dashnia, ulet tensioni mes njerëzve, e shumë çështje tjera që mund të përmend, kanë ardhur si produkti një pune të mirë apo. Shikoj për shembull ardhje jote në xhami. Kjo orë ke falë sabah në xhami. Sot veç një ardhje në xhami, po ke fitu shumë punë tjera të mira përmes një ardhje në xhami apo. Andaj shpesh edhe të ndrozën një punë që në punë tjera më të mëdha apo. Andaj besimtari nuk duhet me nënvlerësu asnjë punë. Nuk duhet me lënë anash asnjë punë të mirë që jep mundësia me vë. Nga se një punë më e vogël çon shpesh në punë shumë më të mëdha. Edhe në këtë rast, vërtetësia është vepër e madhe, është më rëndësi. Mirë po birri është më i madh. Se kjo birr që tham kjo tërësia e punëve të mira e përfshin edhe sidkun. E ti flet vërtetën, je i vërtet, nuk gënjen, e ki me të vërtet ato që ka thua, kjo ku të shpije, në punë të mira tjera. Për shembull, nëse njëri e ka me të vërtet dert, me falë sabajnë me ko, a ka gajle ato. Që dert ku e qenë? Mu qu me ko, me do në xhami, me fitu savapin e xhamatit. Shiko sa punë të mira, një breng e sinqert e vërtet e sjell ato. Pastaj çështja tjetër të ndërrozur që këtu mund të përmani është se lidhin me veprave, kjo vepër shpije këtu, kjo vepër shpije këtu, ne nuk e kemi këtë ndorë. Nuk kemi një mundësi na me përcaktu vlerën e veprave. Po kush e përcakton vlerën e veprave? Allahu Azza wa Jall. Ai thotë, kjo vepër ka vlerë. Kësaj vepre kushtoni vëmendje. Kjo vepër ju shpije këtu. Prandaj ne duhet që krahas, angazhimit tonë për punë të mira, fillimisht të kujdesim edhe për vlerësimin dhe kategorizimin e veprave që e ka bëvet Allahu Azza wa Jall ose Muhamedi alayhi salatu wasallam. Nga njerëz për shembull marrin të drejtën, kjo është punë e mirë, sahi është punë e mirë. Mirë po, ka më të mirë se kjo? Këqyra ato që është me mira, këqyra ajo që sill më shumë dobi, këqyra ajo që sill më shumë përfitim. Jo mbi bazën e logjikës tonë, përvojave tona, hamendësive tona, në bazë argumentit. Ka thonë Zoti xhallahu ala, kjo është pjesë e tonë. Ane rruga më e shkurt të ndrozo, rruga më e shkurt për me fitu shumë është me ngu udhëzimin e Allahut. A e din më mirë? Kjo vepra ka sevap, kjo vepra sa ka sevap, kjo vepra s'ka sevap. Pse do të thonë punë që s'ka sevap? Po më duket që është e mirë, ose është kjo punë që s'duket ty e mu. Kjo punë që ka thonë Zoti te pejgamberi, më që ashtu. Nuk ka thonë Allahu te barë, kjo vepër ka shpërblim kaq, na e respektojmë. Ka thonë pejgamberi, kjo vepër ka kaq shpërblim e na e respektojmë. Prandaj na jemi të obliguar që të respektojmë udhëzimet e Allahut, edhe në vlerësimin e veprave, në kategorizimin e veprave, po edhe në mënyrën e jetësimit të veprave. Qysh e ka u pejgamberi sa çfarë do të na më bëvë. Ne shikoj vërtetësia të nëse ku fillon e kahkalan, e ku përfundon të dy shpëllime shumë të mëdha. E para është wa inal birra yahdi ila al-janna. A tha pejgamberi sa ti fillon me të vërtetën, bosh i vërtet, e ki për një me, e kjo qënë të punë të mira. E punë të mira ku qënë? Ku ka me që punë të mira po të gjenet? Në gjenet qënë e pa? Që kjo rruga, pëtën e jo. Nuk ka këtë shumë muhabete, filozofi, me zgate, kështu më rrëdhë. E qartë është. E ki për një me burë, po ne pa që për një me, po në punë të mira. Punë të mira ka me që gjenet. Kaqë. Që kjo rrugtimi i besimtarit njëtën e vetë. Dhe njëri, thotë pejgamberi, vazhdon, shika, po me thonë të vërtetën. Në qysh vazhdon me thonë të vërtetën? Sot e kallëzon ditën, natën, gjithmonë e ka breng të vazhdueshme, domethënë vërtetësinë, edhe Allahu Azza wa Jall e pranon si ata me emën të madh. Nuk ky është njëri i vërtetën, Siddiq është të regional, thonë. Prandaj vazhdimësia në vepra të jep emrin e veprës. Njëri mund për shembull me bëu një vepër një herë, dy herë, e ka bëu mirë. Po nëse në vazhdimësi e bën, tash merr emrin tek Allahu Azza. Domthonë të ndërozë ne emërtohemi dy herë në jetë. Dy herë
në esencë emërtohemi njët. Emërtimi i parë është emërtimi prindëror. Prindi ta qëtë një emër, filoni e ka emër që sot. Kjo është emër i letë njoftimit. Kjo s'ka vlerë kjo emër. Në kuptim të shpërlimit. Mund me pas njëri emrin Abdullah, për Rabi Allah, po me konë mëzvet. A ka mundësi? Ka mundësi me pas emrin për shambull, me pas emrin e nej pejgamberi, po me konë dushmani pejgamberit, a ka mundësi? Ka mundësi, emrin nuk të banë, për thonë të kushtë e kom emrin shumë, emrin zbanë të ka Allahu të parë të ngritë, dhe emni i dy që fitojmë është emni për mes veprave tona. E tash, që që kemi të ka Allahu me punë të tua, ju që kemi të ka Allahu me letë njoftim, jo, me letë njoftim nuk në gjetë, po në qëfar emni ke meritu ti në basë të veprimtarisa. E paramendoni për shembull njëri me pas emrin tek Allahu musliman. Me pas emrin tek Allahu i devotshëm. Me pas emrin te Allahu njëri i vërtet, kur e thot e ka për një me. Pra kjo është drejtë e madhe, kjo është padyshim arritje e madhe. Prandaj ne duhet që edhe këtë ta kemi parasysh. Çfarë emri po merr tek Allahu te barekuhu teala. Nuk është kjo me pretendime, nuk është kjo me teke, me qefe, kjo është me dëshmi të veprave të përditshme që ti i kryen. Dhe pastaj tha pejgamberi me kundërta. Tha pejgamberi me kundërta, wa innal kadhiba yahdi ila al-fujur, wa innal fujura yahdi ila an-nar, wa inna ar-rajula la yakdhib hatta yuktaba 'inda Allahi kadhaba. Allahu na ruaj. Tha pejgamberi edhe kundërta, gënjeshtra. Tha vërtetësia edhe kundërta është gënjeshtra. E ku qënë gënjeshtra? Tha pejgamberi gënjeshtra të shpihen në fugjur. Fugjur është e kundërta e birr. Është çdo vepër e keqe. Shikoj, gënjeshtra çon të këtë punë të këqija ta nëse. Është vepër e shëmtuar, është e keqe. Për sa pejgamberi kur i ka thonë Abu Dharrit radhiyallahu ta'ala anhu se besimtari mund me gabu, me rënë do gjunat mëdha, ama ka thonë el mu'min la yakdhib. Ka musliman nuk rran. Në esencë besimtari nuk rran. Ai mund të jetë musliman që edhe këtë e bën. Po në esencë këta musliman nuk e bën. Atë gënjeshtra është shumë e shëmtuar, është ves i keq edhe. E flet vërtet atë. Ose hesht spaku. Mirë po, me gënjë musliman nuk gënjen. Kur? Nga se imanin në Allahun xhallahu nuk e le me gënjë. Nuk e gënjen Allahun mas pare. Nuk e gënjen vetveten, nuk e gënjen njerëzit, por është i vërtetë. Andaj tha, wa innal kadhiba yahdi lil fujur. Gënjeshtra çon fujur. Fujur punë të këqija. Punë të këqija. Gënjeshtra të rrozë hap dyrë të shumë mëkateve, të shumë të këqijave. E normal, punë të këqija ku qojnë, wa innal fujura yahdi ila an-nar. Punë të këqija ku qojnë, në xhenem, në zjarr, që rruga e xhenemit. Edhe kjo rruga e xhenetit. Andaj të nërruzër, sot fatkeqësisht shohim që gënjeshtra është problem të madhe. Njerëz do bëjnë kabul me rajt fatkeqësisht në çdo fushë tjetër të tyre. Gënjen kur blen, gënjen kur shet, apo gënjen kur nuk e kryen punën. Për shembull, po burr, po me halal, po jo me duan, ja vallahi na ton gënjen. Madje fatkeqësisht, domthon gënjen edhe në fe gënjen. Qysh gënjen njëri në fe, apëton? Forma ndryshme të nëzë. Forma ndryshme, apëton. Për shembull, shikoni të nërozër, kaosi kjo rëmuja që po ndodhë ditëve të fundit me lëllëj me informata që përna vinë, jo në zënë në vopë. Të ketin gënjeshtra, shpifi, apëton. Apo, njerëz e bojnë kabull të gënjeshtra, veç me i shty për para agendet e tyne edhe interesit e vetë, apëton. Pa të këtë qëtër. Në spritojnë me gënjë për xhamia, me gënjë për xhallar, për musliman, pa asnjë bazë, pa asnjë domethënë dëshmi, thjesht me dëshmi të rrajshme, të falsifikume, apo veç hajde bëjnë lajm, hajde bëjnë interesant, hajde bëjnë lug, hajde bëjnë rnuj, se pak i kena punë të lug, veç hajde shtonë lugun halon eva, po. E me çka bëjnë këtë punë? Me argumente, me fakte, apo me çka? Me gënjeshtra. Pa çto gënjeshtra kanë më qenë punë të tjera të këqija. Sa ai që bën kabul me rrajt din këtë nivel,
ajo është kabullxhi për këtë punë tjera, Allah na rujt. Është kabullxhi për këtë punë tjera, A në vend të nëzën njeri që i bon kabull din që dërejgje me gënjë, Qka për të petit, Qka për të petit për vend vete, për popull vete, për të ardhme në rinise, qka për atë? Ma të zezën të mundshme. Ma të zezën të mundshme, do në këveç s'munët, se me mujtë, kur shëdi që ka kishë bëtë. Kur Zotë më s'jo mundë soft, kur Allah më s'jo mundë soft, me arrit as minimumin e të që ka të asunujnë atë. Allah në rritë për shirë të dynë. A da i të rrët nga njërë është të fleqët, është të keqe, e në dytë, si edhe probleme, të razira në vise njerëzë, me gënyu njerëz, me dëshmi të rajshme, me gënyu njerëz, edhe me gënyu në formën e përkatësisë fetare, më kështu, më kështu. Kur je bo t'i kështu, kur je t'i kështu, qka me rështë t'i kësaj fejtë që je bo? Dy lidhe si ki me fejtë që pëthusha, Andaj të në kejqen këtu manovrat saktuar që koshë diku kanë funit, po, elhamda që i kena Zotin me vetër. E në arru Zotin nga shedi, gënjë shtazve, e mashtuzve kështë më ra. Andaj ta pejgamberi mësëm, el fugjur, punë të këshia ku qojnë? Qojnë gjenem, normal është. Në ka mësi me shku në gjenet njeri që gënjen, mashtran, manipulan. E tani kur thush ti, se kjo rruga gjenemit, thonë që për ju e këtë shkujnë gjenem. Jo këtë shkujnë gjenem. Veç ata që rajnë, ata që mashtrojnë, ata që muhojnë që ata gjenem ka me shkuar. Normal, sa e gjenim për dikonu bo. Andaj një pas kujdes të rëzër në fjallët e ti, në qëdimit e ti, e kështë më ratë. Te ke fundit, njeri mundet me u shfaq tek njërë ndryshe, po Allah e din brendine, po. Allah e din zemrë e njërit. Përndaj tha, pejgamberi sëm, ujnë rëgjule le jekdhib, hatta ju këtëbe inda Allahi këtëbe, Allah në rujtë. Njëri vazhdo me raj këto, mashtra këto, gënje këto, dirisa, tek Allahu shënohet me emrin gënjeshtari. Para në, qëfar emnit ka marrë të Zoti, e nështë emrin e ka të mirë, baba ka dosh një emë të mirë me janë qitë, ja ka dosh të mirën. Para në përshamë, baba ka dosh me janë për 3 emrin e gjyshet që kone i haji, u kone i devat shumë, u kone i trim, me janë për 3 që këj botë që ashtët, i ka dalë qka me emën tjetër, gënjeshtari, mashtrusi. Ku e fiti këtë emën? Kur kush që ka dhonë. Kur kush së mundë me të gjitë një emën që ki, vallahi kur apë. Njëri janë gjitë emën një vetës tjetë. Sa emën e mënum janë gjitë pejgamberit Alisa, sa emëna, shumë emëna. Cëllë emën i kamet? I kamet emën i lavdruar, i ngritur, Muhammed, që i kamet? Andaj të rëzër, Allah është taj që vendos për emët e njerëzve. Njerëz mund të muqu me shpif për filoni, kjo është, kanë me ra këto. Sikur se ka ra gjitha në të kaluarën. Edhe sot tentojnë me në gjitë emna ndryshme, me në dhone etiketa ndryshme. Këto këtë ka mërë dhe s'kanë bazë, nuk qëndëron. Nuk qëndëron. Ani Allah që ka tha? Fe e me zebedu, fe edhe hebu gjufaan. Aje që është shkum, shkën. Shkuma shkën, e ke po duke të madhe, shkuma, shkum. Kur gjata, një të fri me jetë se etër. Wa amma ma yanfa an-nas fa yamkutu fi al-ard. Allah tha që do dobi njerëzve çka jetë tokë. E kush vendos për shkumun e çka jetë, çka shkon, e kush vendos? Krijuesi i gjithësisë. Ai që gjithçka dorën e tij. Prandaj na do të fol vërtetë. Nëse dikush gënjen e shpif, na s'bën me konjë ashtu. Se s'kem nevojë. Na kena mjaftuar shumë të vërtetë, kena argumente të mjaftueshme. Nuk kena nevojë me ndërtu asnjë deklarat, asnjë prononcim, asnjë që më gënjesë, s'ka nevojë. Ata një pas kujdes tek Allahu xhallahu qysh po emërtohet, nga se domthon emërtimet që janë tek Allahu që ato mbeten. E paramendo të rozër, për shembull, kur Allah jep urdhën me lekëve me zbatu një caktim në raport me qitë njeri këta. Qysh të Allahu shka fjalën me lekut merja shpirtin këti gënjeshtari, Allahu na ruajë. Me amën, me qëta amën thirën të epa. Sëllë në shpirt në këti gënjeshtari, merë në shpirt në gënjeshtari, rinjën në këtë gënjeshtari, dhe në këtë... Me këtë amën, a është atë mërshme? E frikshme, ato. Ku e ka bu këtë amën? Në punë të veta. Me qënimet e ti e ka bu këtë amën. Dhe njëri të ndërozër, sikur që përmana, dojë të kujdes shumë, të ruat, në këtë aspekt që gjithë mund të thotë të vërtetën, edhe gjithë mund të thotë ato që është Allahu xhallahu i kënaqur, nga se me gënjeshtër
nuk ka mundësi me shku në xhenet. Po edhe para xhenetit me gënjeshtra nuk ka mundësi njeri kur me arrit qëllimet e veta. Mundet më jo do fillim, ama qysh ka thonë populli, gënjeshtra i ka komte, e shkurta i ka, son shkon larga, e kapi njët me ere, demaskuat, detektohet me njëra. A qështu? Sa ka punu makineria armikut gjatë pushtimit, edhe mas pushtimit, apo në gjithë qka s'na ka thonë, janë shqiptarë, sote, janë qështu të bujnë qështu. Kujnë ato shpifi? Ka shku krejt, alhamdulillah. I kanë marrë me veti edhe, i ka dëbu Allah për këtë ujtë, alhamdulillah. Andaj, kur dhe me ndërtu diçka qëndrushme, duhet bëbë me të vërtetën. Kur dhe me gënjeshtër, me dur dhejta ka me rëzuat. Se nuk qëndrën e japë. Allah në arrujtë. Edhe hadithi i dytë që dhe me pranë për sot, është hadithi i Aliut radhiyallahu ta'ala anhu, i si thot, hafidhtu me Rasulillahi sallallahu sallam, ku mbajt men nga pejgamberi. Aliu thot, sahabi i shuar, kë njëri madh, ka thonë, ku mbajt men nga pejgamberi Ali sallallahu një fjallë që ka thonë, da ma yaribuk ila ma la yaribuk, fa inna sidqa tuma'nina wal kadhibu riba. Shkën që fjallë e shkurt, për shumë dhe më thonë sëtë. Thot Aliu radhiyallahu ta'ala anhu, e ku mbajt men për pejgamberi një fjallë, ke fjallë është e madhe të mëzë. Qa ka thonë pejgamberi sa? Se kërse këtë fjallët e pejgamberit tonë, Ali që në dhaja, në thella, në kuptim plote, në domethënëse. Muhammed Esëm ka thënë, da ma yaribuk, braktis ato që ki dyshim të. Apo? Dhe merë ato që nuk ki dyshim të. Apo? Në të ndërmuzër një fjallë me thonë. Te edhin, në kare, s'po di, a ki dyshim, apo të cecot zamna, jo la, pëse për thupra? Për shumë një fitim, apo më rështë. Te edhin që me kone hallat shku një qartë. Apo? Po s'po di, pa i sa i ku të këshysh nuk më takon, ama nështë më takon, si të janis me lujtë, por të përpjet lekit më kretëm, se së është e jotja. E kuptut? Da ma yaribuk, e dyshimt, a dyshimt. E dyshimt fitim, e dyshimt prejardhje, e dyshimt fjallë. Lërgohë për i sa e që kjo është rregull, da ma yaribuk ila ma la yaribuk. Leja ato që i ka dyshimin të opta. Nuk dim për shembull përmbajtjen, nuk e dim prejardhjen, nuk e dim për shembull, e njëri pak më fell me hinë në zemër e din, po tenton ka njëri me do dyshime edhe vetë me mashtruar. Allah na rujtë. Ky mashtru vetë tjetër. E di për shembull që kjo nuk i takon. Po sa i stakon, po tash kur të këshysh tonë për bojnë njerëzit, kjo po ka qef vetëm madhon, kjo po ka qef, e po ka qef, po stakon e vlapun, pëse për merët? Andaj, merë rregull njetë, jeton qartësi, jeton bardhësi, jeton argument, lej dilemat, lej dyshimet, lej paqartësit, lej mjegullat, nga se mjegullut jetë edhe një nuk shë larga. E keni pasi pasyrat e ndëzërën. Apo? Nëse e fryn, mjegullohet pak, edhe pak dikur, se shë vetër heq më afa. Apo që ashtu të dhe kjo, një dyshim këtu dikur, mjegullohet këtë pamet, e i thush, këtë u pëshrit që ta është sans për djetë, jo, për djetë bënë mirë në dabla. Veç fshije pas ty një shep unë, dabla. Dhe njeri ku futën dilema, futën dyshimeve, apo, ta një thënë, e që ta është këtë u pëshrit, zdi njëri konë me ngu, ja, për dina bënë mirë konë me ngu, po pse e ke pëshrit vetës tonë, të për din bënë mirë. Ama nga njëri ka qef me ngu ato që ja bëjt qefin ato. Ka qef me ngu ato i cili, dhe më thonë, ja lejen ato që i ka qef. Ka qef që kështu, e po ti e ka i njës vetë me migullua, po, pse e migullua fështë për fillimit? Te kështë ngu për fillimit kënë duhet, e qysh duhet, e pse duhet, se kështë pat migullume. Ama fillan me pyt filonin, me ngu filonin, fillan me ngu këtë debat, këtë sen, e din që kjo s'ka kur që në ta. Ta një fillan me? Mi u buha lakom në kokën e tjevë, mi u ngarku mendja, mi migullu pomja, hecë për djash, ka mirë kjo, Këthe u para se mu migullu, që shë kom puna? Ja, para se migullu, konë gjërë, që aty rrëja të. Andaj, shikon sa mirë, banu i sinqetë, banu i vërtet.
Pse për mi gullave, të një gullave më ka du që s'pe di që ko. Mëse mi gullave, është që shëpunë të amana, për. Andaj ka të përësëm, fejnë në sidë ka të manina. Që kjo regull njët. Vërtetësia është qetësi shpirtërore, për. Për shembull të ndrozën, nëse njëri e flet vërtetën gjithmonë. Vjen dikush thotë, që me filën ne kishte pa thonë për mua çështë, vëllai kur s'kum thonë. Pse? Sigurt është, se e din që gjithë ka folë vërtetën. Ama ai që jemi gullov, për shembull, e pështill ka pak, vjen dikush thotë, çysh ka thonë, a kum thonë më mos kum thonë, se e din që e pështill, thotë, a kum pështill çto se kum pështill. Me njëre fillojmë me ungjall dyshimet atë. Me ungjall dyshimet, apo ungjall vetë dyshimet apo. Andaj falet vërtetën, rend vërtetën, tani jetë rahat jafë. Tani jetë rahat jafë. Wallahi çfarë dozën. Me punonirin me halal, me fitu halal. Njerëz mund ta ngjesi çka ka, po gjithë rahat jafë. Gjithë rahat jafë. Mund edhe me të akuzu, mund edhe me të burgos. Gjithçka mund më ndodh. Gjithë shpirti rahat e kjellë. Bëni çka doni, e di se ku mbuam. E jena, a kur të pështil, të zim për cilën për të marrin, a për që ata, për ata, s'për di, normal, e kur rahatësia ta? E shiko që farë regulli i arë njëtë, fe inë në sidka të ma'nine. A do me pa shpirt e rahat? A do me pa shpirt në qetë, po? Ndjekje vërtetësive. Ndjekje të vërtetë gjithmonë, për. A si të një gullon me gënjështët, tani, dhe me që në gjallën dilema, dyshime, thash, mos kum thonë me për këtë njëri që shtut, mos e kum bo, në gjallën djeta dyshime, kur shpitë rrasët, mos për mërvesh, mos për kuptojnë, mos për... Andaj të ndërnozër, edhe sot njerë që dojnë me ndërtu kauzat caktuara, mbi bazë në gënjështra, ata kur rahacion. Allah i boni të bindu që kur rahacion. Nuk ka mundësi gënjështra me të rahatu, s'ka mundësi, dhe. Gjithë e ka tutën, mos përna. Çfarë jetë është kjo kështu? Prandaj Islami na mëson që të kemi një jetë qetë, që të kemi një jetë stabile, qëndrueshme, edhe jemi të gatshëm me pagu kostën e fjalës së vërtetë, edhe besimit të vërtetë, sadokoftë, ama s'paku e dim se shpirtin e qetë e kemi, alhamdulillah. Zemrën e qetë e kemi. Kërkujt keq se kena bo, kërkujt se kena dashur të keqen, kena qyr punën tona, kena qyr angazhimet tona, obligimet tona, me halal, me faqe barë kena punu, në rahat sa t'je gjallëve. Andaj, përdu me përfundu me një thënje të artë që konzrerisht, sinqerisht, shumë dhe më thënë se. Kur ka qenë Omer ibn Abdulazizi, ka qenë një për njerëzve të mëdhej, njerëzve devatë shumë, udhëheqësve të mëdhej muslimanëve të kaluarën, ka sjellë shumë dobi shtetit e popullit vetë që i ka udhëheqë, edhe ato veç për një vetë e gjysë. Një vetë e gjysë ka udhëheqë, e ka ngrit ekonominë dhe në që atë nivel, sa që njerëzit, kur kanë dash me dhonë zekat, s'kan pas ku me dhonë. Kur të me dhonë, se merë kur zekatin. Përmëni? Se merë kur zekatin. Ja, Allah, falë, s'kam nevoj. Për një vetë e gjysë. Drejtësia, kur kërë të vëzër, shpejt drejqen punë. Allah, si të ka drejtësi, shpejt fillon punë. Se drejtësia i fillon shpejt. Si ka pa drejtësi, halakatën e zapët. Vënohen proceset, vënohet përmirësimi, vënohet ngritja, gjithë shka vënohet. Pse? Se ka gënjeshtra, ka mashtrime, ka interesa, gjithë shka ka për. Si të ka të vërtetësi, s'kam interes, jam i sinqert, du minimu, kallaj grynë punë. Punë të fillon shumë shpejt dhe shumë letë në rëzë. Shumë letë fillon. Andaj, Omer ibn Abdulaziz ka pas me të vërtet, edhe Allah i ka një muve. Kër i ka vëvdi, i kam lidhë bitet i edhe i ka thonë. O bitë mi, une, ato që ka pararës të mi u kanë lonë djemë dhe s'pjallë ju apër. Pse pararës të ty në kanë që në të hezat naj, një toke ka unë kashtë më dhe tije, një banë në qërët. Normal, atë. Ja dojnë që rëdojnë në grenit, atë. Ka une nuk për ju lo që ashtu që s'kanë lonë ata për para dvedve, atë. Ama ku ju lo di qka që i kërkush si ka lonë dvedve që ashtu, atë. Për që ta u thecët e fundi që më. E qka për ju dho? Ka unë për ju lo faqe bardhësin. Në kudo që shkoni, kuj bardhë që keni. Tonë bardhë që ka një për shkak se baba, tonë dhe mirë ju ka bua, kuj që ka marë sena. A punë e madhe kjo? Ka të sërë në qalli filonit.
baba më ka pa një mu, baba më ka pa bo, baba është, a që kjo pasuri të Allah i lëve. A ma mirë me të alonë që të pasuni e ka të shkash i rahat, shpitën e qetë e ki, s'ki dyshime, s'ki kur gjë, që e din që i rahati, apo dikush e din që baba i ti, është diku ka punua, me kon ka përzia që ka bua, po, a i të kalon në shpijën e i tokë, po ka të shkash, kush pa del më në i dosja, pa del më diqka, pa mërë është kush mërla, kur rahatësi Allah, apo? Cila është pasuria me madhe? Dhijet, apo? Prandaj, puna me të vërtetën, rënd vërtetën, banu i qartë, libën e qele ki tjetës, që kjo më borë, që ku jam, kur studësh për as dosje, as kur gjë, me shpif mundën në përmërësh ato, binë, pës, nuk janë që në ushme. A vëllah që t'ja bëjsh, diku e dalë, lëpë. Kam me dalë, kur dalën tani, njëri bëhet hor me të mele Allah në ruta. Pra i vërtetësia është, me të vërtet, edhe rrugë për punë mira, edhe rrugë për xhenet, edhe rrugë për qetësi shpirtërore, edhe rrugë për paqëparësi, edhe për këtë tjera që njëri i dën këtë dunjë. Dhe kundër kësaj është tek gënjeshtra. Pra është më rëndësishme të vëzër vërtetësia edhe ajo që na ka mësuar Allah dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam. Kaq për këtë pjesë, Allahu na ruaj nga gënjeshtarët dhe nga gënjeshtra. Na mëson Allah të thojmë të vërtetën e timit sinqert, në atë që Allahu ka kërkuar edhe na që na ka mësuar Muhamedi alayhi salatu wasalam, e Allah na mëson që vërtetësia të na shpin në punë të mira e punë të mira në xhenet. Allahu e shpëlbeft. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.